Për sa i përket burgut, kjo është një temë që meriton vetëm një koment nga ana ime. Koha kur njerëzve u tregoi burgu nëpër rrugë është një kohë të cilën e kemi lënë shumë pas. Dhe unë jam njeriu që me krenari ka udhëhequr betejën më të madhe historike të shqiptarëve dhe të Shqipërisë për shqiptarët dhe për të gjithë të tjerët njësoj, duke i hapur rrugë reformës në drejtësi, duke i dhënë jetë një strukture e cila është tërësisht e pavarur nga unë dhe e cila bën punën në shërbim të drejtësisë. Kështu që janë gjëra tërësisht të ndara. Dhe kjo është prap pjesë e spekulimeve dhe e manipulimeve, por unë kam parë shumë nga këto, edhe këto s'më bëjnë përshtypje fare. Janë film shumë i vjetër që ka gjithmonë një në fund. Dhe ajo që më vjen keq me ata që vazhdojnë i shkojnë nga mbrapa, atyre honxho-bonxhove të tjerë që janë nëndritarësit profesionist të Shqipërisë, është që janë njësoj si ata që shkojnë të njëjti film dhe mezi presin që fundi të jetë ndryshe dhe që personazhi i tyre të triumfojë. Nuk ndodh kjo. Është një film me fund që e kanë parë gjithë.